Miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të jemi në intervistë me gazetaren Klodiana Bufi për të komentuar atë fitore të madhe të Shqipërisë kundër Serbisë, por njëkohësisht edhe se çfarë na pret në vazhdimsi, sepse sigurisht kemi fituar në Leskovac, por rruga jonë për të botror nuk ka mbaruar akoma, por për fat mirë jemi ende në garë. Klodiana, përshëndes. Përshëndetje, Claudio. Klodiana, kur flasim me ty, na kujtohet një shkrimi joti i bërë shumë kohë më përpara, daton nga ndeshja Shqipëri Faroe. Shqipëria ishte në një ecuri fantastike rezultatesh, për herë të parë në histori mori vendin e parë dhe shkoi në Europian, por më pas ishte një ndeshje zhgënjyese ajo me Faroe, një barazim 0-0, të gjithë ishin përgatitur për fest, stadiumi ishte mbushur për të festuar deri në fund dhe gjithë organizimin e federatës e prishi një barazim 0-0 dhe tifozët ishin të pakënaqur duke dalë nga stadiumi dhe Silvinho filloi të fliste me veten e tij sepse në stadium nuk ishte më njerëz. Dhe për t'ia kujtuar edhe pak njerëzve dua që të lexoj pak rreshta nga i shkrimi joti, ku ti thua çfarë na bëre more Silvinho, për çfarë na duhet në Europiani, fol me Dukon dhe organizon ndonjë miqësore ose me Greqinë ose me Serbinë dhe mundësisht fito se aty nuk ka burr që na mban neve. Aty tregon patriotizmi, jo me ishit Faroe, megjithatë mos u mërzit sepse kur të vinë ato ditët e tua të këqija në Euro 2024, ke për të dëgjuar edhe çuditëra të tjera. Po fitove në ndeshje, ditën e natë do të flitet për ty dhe po ume do të tregojnë të gjithë se sa shumë gabim ke. Dhe është pikërisht kjo situata për të thënë, për të risjellë në vëmendje këto fjalë, sepse Silvinho ishte njeriu një komentuar më keq, të gjithë donin kokën e Silvinho, se gjithë donin shkarkimin e Silvinhos dhe pa pritur Silvinho kthehen në rojën e gjithë shqiptarëve. Shiko, kur unë e kam bërë këtë shkrim, nuk e kam patur parasysh se çfarë mund të na priste në eliminatorët e kampionatit botror. Edhe nuk e dija që ndoshta një përballje me Serbinë do na çonte, si thon, zemrën peshë dhe do shikonim një kombëtare, domethënë që me të vërtet do bënte krenare këdo. Kështu që unë jam shumë ndihem shumë mirë që neve patëm një përballje me Serbinë, një përballje të cilën këtë herë ishte akoma më e fortë, akoma më e madhe, ishte një përballje historike sepse për herë të parë ne treguam se vërtet kishin fituar më parë me Serbinë, por me anë të një droni, me anë të 3 pikëve në tavolinë dhe këtë herë fitoria ishte e drejtë për drejtë, pra na erdhi nga fusha e gjelbërt, na erdhi në fushën e tyre, pra na erdhi në mes Serbisë. Kështu që me sa duket pas ka pasur drejt kur i them Silvinhos që një ndeshje me Greqinë ose me Serbinë na zgjon si kombë, na zgjon si kombëtare, na zgjon atë dëshirën jo vetëm për të luajtur futboll, por për të dhënë maksimumin 100% për të luajtur me zemër, me shpirt, me të gjitha. Edhe besoj se e vërtetoi, kjo ndeshje e vërtetoi, domethënë, pavarësisht se un kam, nëse mund të shpreh, kam disa rezerva për sa i përket mënyrës ose dakordësive që patëm me Federatën Serbe, kur ajo ndeshje u vendos luhet në mes të Beogradit, përse ne duhet të pranonim të shkonim në një stadium të vogël, pra në një qytet të vogël të Serbisë. Kjo nuk më duk normale dhe nuk më duk normale e dyta që një futbollist i Shqipërisë pasi shënon, siç është Manaj, ajo shënon dhe bën disa simbole kombëtare dhe ai duhet dënohet, pra duhet marrë një karton të verdhë nga ana jon. Kjo kalohet shumë lehtë, përtypet shumë lehtë, domethënë ne pajtohemi me këtë vendim gjyqtarit, por për mua nuk është e drejtë. Në fund të fundit çfarë përfaqëson Manaj në këtë kombëtare? Përfaqëson kombin, përfaqëson, pra ne pse themi kombëtare shqiptare? Çfarë gabimi ishte ai Manajt që të festoi me duart me simbolin e shqiponjës tonë? Këto pastaj mendoj që janë politika, burokracira të kota, të cilat justifikojnë ndoshta këto veprimet e tyre, domethënë, sepse u pa që nga fillimi dhe deri në fund himni jon u përdhos në sensin që u fishkëllye gjatë gjithë kohës, patikore raciste nga ana e tyre dhe realisht do thuash ti kjo erdhi nga shkallët e tifozëve, pra nuk erdhi nga fusha. Por gjithsesi, unë mendoj që duhet të ketë një penalitet nga organizatorët për Serbinë në lidhje me këtë ndeshje. Pra nuk ishte e drejtë. Nëse Rej Manaj shkon dhe feston duke bërë simbolin ton kombëtar, atëherë çfarë do të thotë ai flamur ku shfaq Kosova në flamurin e Serbisë apo dhe himni jon shqiptar, që domethënë që nuk u respektua fare. Gjithsesi, unë mendoj që ai shkrim i paska vlejtur të gjitha kohërave, paska qenë më së i drejtë dhe më vjen mirë për këtë që
ja dolëm që t'i tregojmë vendin Serbisë edhe me lojë, jo vetëm nga ana e dronit apo nga 3 pikët që kemi marrë në shtatorin e 2014-s. Okej, Klodiana, tani duhet të kalojmë një çështje shumë të rëndësishme. Të gjithë njerëzit po presin që të kuptojnë se çfarë pret Shqipërinë pasi ka kaluar Serbinë dhe pasi me 99% e ka siguruar vendin e dytë. Duhet të sqarojmë mirë faktin që për të siguruar përfundimisht vendin e dytë duhet që Serbia të mos fitojë në transfertet me Anglinë dhe Shqipëria të fitojë me Andorrën për të qenë matematikisht të dytët. Në rast të kundërt, nëse Serbia bën çudim dhe fiton në transfertet me Anglinë, atëherë dhe Shqipëria është detyruar për të dalë me të paktën një pikë në shtëpi kundër Anglisë, ndryshe do të ishim të eliminuar dhe do të ishim në vendin e tretë duke e zhvlerësuar të gjithë të mrekulli që kemi bërë në Leskovac. Por marrim rastin që Shqipëria nuk ka surpriza të tjera, sepse është po një skenari mucho më sa dhe Shqipëria mund marrë vendin e parë që Serbia të marrë vendin e dytë. Por dalim në temën kryesore. Çfarë pret Shqipërinë pasi të kalojë në vendin e dytë dhe të shkojë në play-offet e botrorit? Në play-offet e botrorit janë vetëm 2 ndeshje. Duhet të serojmë të pjesë. Ja vetëm 2 ndeshje, gjysmëfinale dhe finalja. Janë 12 ekipe, të cilat do të ndahen në 3 turne të vegjël. Janë 3 turne ku secili ekip, pra siç e tham, do të ketë 2 ndeshje, jo në sistemin vajtje-ardhje, por do të jetë vetëm me 1 ndeshje. Dhe një faqe shumë e specializuar në faqe huaj e njohur shumë e specializuar ka bërë një projekcion të situatës se si do të ndahen 4 vazot nëse nuk do të kemi surpriza të shumta në pjesën e kualifikuesve të botrorit. Dhe sipas tyre, vazo e parë i përket Itali, Turqi, Ukrainë dhe Wales. Vazo e dytë, Poloni, Skoci, Hungari dhe Çeki. Vazo e tretë, Rumani, Sloveni, Slovaki dhe Shqipëri. Vazo e katërt, Suedi, Maqedoni, Irland dhe Moldavi. Moldavia sipas tyre do të vijë nga Liga e Kombeve sepse ka marrë vendin e parë në Ligën e Kombeve, ndërsa në kualifikuese ka një ecuri shumë keqe të rezultateve dhe bazohet atje. Gjithashtu bazohet edhe në disa jo surpriza, por sepse për shembull Kosova është në vendin e dytë aktualisht, por kjo faqe mendon se Suedia do ta kalojë Kosovën dhe do ta marrë ajo vendin e dytë, për ta sqaruar të pjesë. Dhe duke përmendur këto ekipe që ne tham, sipas rregullit të UEFA-s, ekipi i vazës së tretë, pra Shqipëria, do të ndeshet me një ekip të vazës së dytë, që do të thotë në gjysmëfinale ne do të përballemi me Polonin, Skocin, Hungarin dhe Çekin. Dhe vlen të theksohet se kjo ndeshje do të luhet në transfert, sepse kemi një renditje më të keqe në FIFA nga pikët dhe për këtë arsye tek ndeshja do ta luajmë në transfert. Nëse arrim ta fitojmë me një nga këto 4 ekipe kush do na bjeri, atëherë finalen e madhe do ta luajmë mes fituesit të vazës së parë dhe vazës së katërt. Duke parë që vaza e katërt ka ekipe shumë të dobta, duhet ndalemi vetëm te vaza e parë. Është Italia, Turqia, Ukraina dhe Walesi. Domethënë, këto janë gjitha skenaret e mundshme se si Shqipëria me këtë të përballet pasi ne të marrë vendin e dytë. Dua nga ty Klodiana që të bësh një analizë rreth skenaret më të keq dhe skenaret më të mirë se si Shqipëria shkon në botror. Është pak e ndërlikuar, domethënë sepse duhet shohim pak ecurinë edhe 2 ndeshjeve të tjera që Shqipëria ka tashmë me Andorrën dhe me Anglinë. Do shohim në përgjithësi se si do t'i përmbyllim këto dy ndeshje që janë shumë të rëndësishme për ne. Nuk kam dyshime për Andorrën, sepse është një ekip që realisht për shkak të statistikave, historisë dhe përballjeve të kaluar ne ja kemi dalë me të. Pastaj dyshimet janë me Anglinë, megjithatë kjo vlen të shijosh edhe ndeshjet që kemi të kundërshtarëve të tjerë në grup. E kupton? Pastaj, në qoftë se në një kështu probabilitet më të mirë në gjysmëfinalen e play-offit, ne mendoj se duhet mendoj që na shkon për 7, domethënë të kemi përballë ekipeve si Polonia për shkak të edhe se i njohim si ekipe, kemi një përballje, kemi ca rezultate të mira me ta. Kundërsa në rastin më të keq pastaj duhet të thënë që Çekia është një ekip që ka më shumë shanse mendoj unë. Për mua, domethënë Çekia ka më shumë shanse të na bjerë se sa Polonia. Kështu që është një ekip i fortë dhe ndoshta nuk e kemi domethënë mundësinë që ta kalojmë, por duke parë që çfarë si do na shkojmë pra 2 ndeshjet e fundit me Andorrën dhe me Anglinë, do vendosim edhe fatin edhe për këto 2 ndeshje. Për mendimin tim, Polonia është një ekip që mirë keq ne ja kemi dalë gjithmonë me të, kurse Çekia është një ekip që do na hapte shumë punë, do na hapte shumë probleme.
Kështu që këto mendoj që në gjysmëfinale mund të jetë shanse më të mëdha për mua. Pra në gjysmëfinale është Polonia ose Çekia në rastin më të mirë ose në rastin më të keq pra. Polonia për më mirë dhe por në ana tjetër ndërsa ne po bëjmë parashikimet se si do të jetë grupi ideal apo dy ndeshjet tona ideale për të shkuar në botëror, edhe hungarezët nga ana e tyre po bëjnë ato parashikimet dhe për fat të keq në parashikimet e tyre ideale të hungarezëve jemi ne. Një media e njohur në Hungari ka bërë një artikull ku shkruan se në rastin më të mirë Hungaria do të përballej me Shqipërinë për të kaluar në gjysmëfinalen e kualifikuesve të botërorit dhe do të luajnë edhe një ndeshje tjetër për të marrë biletën e fundit. Por ajo që është vërtet shumë interesante është fakti se trajneri i Hungarisë, i njëjti trajner Marco Rossi, ka qenë trajner te Hungaria edhe shumë kohë më përpara kur Shqipëria e mundi 2 herë me golat e Armando Brojës, një në Tiranë dhe një në Hungari, në kohën e Rejës dhe më njëherë pas asaj ndeshje, trajneri Marco Rossi kishte një lum të madh kritike, ishte gati në shkarkim si puna e Silvinjos tani me Serbin, ishte thuajse e shkarkuar, federata i besoi prap dhe në fund e ngriti Hungarinë sërish në nivelet më të larta. Dhe e forta është fakti që tani Hungarisë pas asaj humbi me Shqipërinë, pas atyre dy humbi me Shqipërinë, tha që e dua shumë tha që ta kemi një ndeshje tjetër me Shqipërinë për të treguar se kush është më i forti. A mund të vijë ndeshja tjetër tani dhe t'i tregojmë prap Rosit se kush është më i forti? Si duket trajneri të Rosi nuk i dele keqja nga ato dy humbje që ka psuar në atë kohë kur kombëtare shqiptare drejtonte tekniku Reja, nuk i dele keqja për ato golat e Armando Brojës, do të provoj dhe njerë, si duket pas ka marrë besimin e federatës hungareze për të dhe misioni i tij është vetëm do të të mundi Shqipërinë, se kështu i bie aty. Do me patjetër të mundi Shqipërinë që t'i pinë të gjithë, domethënë që është trajneri i dur, kështu që çdo gjë është e mundur, nëse do na bjerë me Hungarinë, ai do ta shohë përsërisht do thotë të luash me Shqipërinë. Këtë radhë nuk do ketë Rejan, do ketë Silvinjën, një trajner ndryshe. Armando Brojën aty e ka përsëri, kështu që çdo gjë është e mundur. Për bazën e dytë e kuptuam, po për bazën e parë, Itali, Turqi, Ukrainë dhe Wales. Kush do të ishte ekipi më i mirë që Shqipëria të binde me atë, që ne të shkonim në botëror, dhe kush do të ishte ekipi më i keq për ne? Më të keqin besoj se thotë fjala e parë Itali. Sigurisht që më i keqi do ishte Italia, por Italia sigurisht më i keqi, por edhe Turqia. Edhe Turqia është një ekip goxha cilësore dhe ne nuk mund të themi domethënë që ndoshta nuk e kemi atë fatin e keq të jemi përballë Italisë edhe Turqisë, ndërsa në rastin më të mirë pastaj pse jo jemi me Walesin dhe të jemi ose edhe përballë Ukrainës jemi shumë mirë. Por Walesin mendoj sepse është një ekip që disa nga futbollistët dhe elementet e kombëtares tonë e njohin pak a shumë futbollin anglez. Edhe kemi mundur miqësore 1-0 këtu në Tiranë. Po, kemi bërë miqësore, kemi zhduar miqësore me ta, kemi qenë superior ndaj tyre, kështu që skenari më i mirë është Walesi dhe skenariet më të këqija janë Italia dhe Turqia, kështu që shpresojmë, por kjo vendoset pastaj nga shorti dhe neve na duhet vetëm të presim, pavarësisht se parashikimet mund të jenë këto. Pra si pas teje me Poloninë gjysmëfinale dhe me Walesin finale, Shqipëria ka biletën gati. Vetëm kështu ne mund të shkojmë në kampionatin botror, që në të kundërt pastaj gjërat janë shumë të vështira. Edhe në rastin e Serbisë me dy ndeshjet të cilat ka tani në këto momente, domethënë unë nuk besoj që Serbia do dali nga ajo vorbulla që e kapi edhe me Shqipërinë, pavarësisht sepse në skuadër ka kualitete. Por mendoj që ndeshja e radhës që ajo e ka me Andorrën mos gabosha, ka mungesa të rëndësishme përfshirë edhe ato frymën e keqe që kanë këto momente në ekip, dorëheqja e trajnerit të më tash, kështu që nuk mendoj që Serbia ka më shanse dhe mendoj që do ta shikoj me dylbi këtë kampionat botror. Lodiana, cili ishte raportimi i mediave ndërkombëtare për këtë triumf të madh të Shqipërisë? Realisht ka qenë i shumt, më është bërë shumë qefi, kemi pasur jeon gjithandej për këtë fitore me Serbin, më ka bërë shumë për shtypje anglez, i cili i ka dhënë goxha jeon përballjes, duke qenë se Shqipëria është edhe kundërshtari i Anglisë, i ka dhënë goxha jeon përballjes me Serbin, fitores tonë në një farë mënyre anglezët janë në thonjza, mund ta themi, janë të gëzuar
gëzuar, domethënë me këto lloj rezultati, atyre si duket ju ka pëlqyer në këtë rast fitoria e Shqipërisë. Kjo gjë është pasqyruar edhe në mediat serbe. Serbët vetë kanë qenë ata pra që e kanë trumbetuar me të madhe që anglezët duket sikur janë gëzuar për faktin që skuadra e tyre ka humbur përballë Shqipërisë. Pastaj kemi kemi mediat bosnjake, kemi mediat kroate, të cilat edhe ato domethënë kanë qenë entuziaste për fitoren e Shqipërisë ndaj Serbisë, për të kaluar pastaj ta kalojmë oqeanin, ka shkojmë në Amerikën e Jugut, kur tashmë Silvinho në Brazil duket është si një hero, si një njeri i paprekshëm për sa i përket pjesës së futbollit. Edhe ata i kanë kushtuar disa rreshta ish futbollistit të tyre, pra Silvinho si ish futbollistit Brazilit dhe trajnerit ton të kombëtares, duke thënë që është një njeri që ka dhënë maksimumin edhe ka çuar këtë skuadër drejt fitoreve shumë të rëndësishme, siç ka qenë edhe ajo me Serbinë. Kështu që Johana në shtypin ndërkombëtar për mua ka qenë shumë e mirë, dhe mediat maqedonase në një farë mënyrë thojza mund të themi që e kanë përgëzuar këtë fitore të Shqipërisë ndaj Serbisë, për mos thënë pastaj për video që janë bërë virale nga grupe të ndryshme tifozësh kroat, bosnjak, maqedonas, shqiptarët të cilët pothuajse në diasporë kanë qenë pjesë e këtyre video viraleve duke festuar në rrugët e Italisë, Gjermanisë, Francës, Londrës. Kështu që nuk kemi çfarë themi më shumë, domethënë më shumë se ne ka folur Rej Manaj, njeriu i cili u sha pafund për atë penallti të humbur në Tiranë, dhe mos gabofsha ka pas një koincidencë shumë të bukur aty, sepse në sekondat e fundit të pjesës së parë ai humbi një penallti në Tiranë, dhe në sekondat e fundit të pjesës së parë ai arriti të japi një fitore shumë të rëndësishme Shqipërisë. Dua që të ndalemi edhe pak, ishte detaj shumë i bukur ky që edhe në Brazil, pra në Brazil ka komente për arritjen e Silvinhos te Shqipëria, dhe unë madje kam parë disa prej tyre ku tifozët brazilian janë të habitur dhe shpeshherë mes batutave dhe sarkazmos thonë që Silvinho mund bëhet ndoshta edhe presidenti i Federatës së Shqipërisë, mund të jetë një zot i madh në Shqipëri, por ata harrojnë që Silvinho ka kaluar edhe ca vuajtje, nuk është vetëm kaq e bukur historia. Sigurisht që nuk është e bukur, sidomos pas atij kampionati evropian, kur ne dhama sa dha maksimumin, por ishte e pamjaftueshme, dhe më pas ndeshjet që kanë ardhur në vazhdimsi, ku Shqipëria ka pasur lohatje me skuadra që për hir vërtetës nuk kanë qenë edhe në nivelin ton, për disa miqësore që të cilat nuk janë fituar ashtu siç duhet dhe ekipi nuk ka bindur. Por mendoj që unë e thash edhe në fillim të kësaj bisede me ty, Claudio, që ne nuk na duhen ekipe të cilat nuk na vlon gjaku për asgjë me ta, ne na duhen ekipe të forta, ekipe si pune Serbisë, që ne të tregojmë se kush jemi. Megjithatë, mua Silvinho më ka habitur në këtë ndeshje, domethënë nuk e prisja këtë lloj jo formacioni, mund të themi, sepse skemat e tij dhe formacioni i tij pak a shumë është i parashikueshëm, mund të themi, por më ka pëlqyer mënyra se si vendosi për shembull broje në fush, se si i koordinoi gjërat, më ka pëlqyer shumë. A mund të themi që kush ishin ekselentët për mua në këtë ndeshje? Mund t'i themi këtë gjë? Mendoj që pa diskutim Rejmana njërë, ta themi këtë gjë, pastaj për mua ka pas një klasë të jashtëzakonshëm, një elegancë të jashtëzakonshëm përballë çdo kundërshtari Mario Mitaj. Domethënë për mua ka qenë ekselent. Kështu që edhe kjo është pjesë në mbrojtjes është përmirësuar shumë. Kjo është dhe puna e trajnerit pastaj që i ka besuar këtyre djemve që dolën në fushë dhe na nderuan, kur i thon. Duat që të vazhdoj këtë logjikën tënde që është shumë e vërtet që Shqipëria kërkon ekipe që t'i vloj gjaku për të luajtur mirë. Në momentin që Shqipëria futet për të bërë atë teknikën, atë taktikën me mendjelësi, dhe gjithmonë keq. Silvinho duket si një trajner me 7 shpirtra, në momentin që të gjithë presin që ai të bjerë, Silvinho aty ngrihet. Marr shkak këtu nga fakti që pas atij europiani ku nisën gjithë ato kritikat e mëdha për Silvinho, sepse nuk ishte europian skandaloz, sepse morëm një pikë me Kroacinë, nuk paraqitëm mirë si në Spanjë. Nuk kemi skandaloz, jo. Po, mund të merrem më shumë patjetër, por aty nisi krisja mes tifozëve dhe Silvinhos. Dhe në lajme u raportua që Silvinho kishte probleme me Ardian Ismailin, me Drit Berishën, me shumë lojtarë aty brenda, dhe mendua se tani do të vi shkarkimi sepse ka humbur besimin nga brenda. Por më njëherë pas asaj atij evropiani, ndeshja e parë Ukrainë-Shqipëri 1-2. Ishte thyrë një tabuje, nuk ishte fituar asnjë në Ukrainë. Pas asaj fitore nisi prapë rezultatet skandaloze.
dhe kur pritej shkarkimi i Silvinjos, Gjorgji Shqipëri 0-1 në një stadium të mbushur që ishte si në Beograd, në kulmin e formës sportive të Gjorgjis, Shqipëria arriti të fitoj prap. Pas asaj ndeshje fillojnë prap me ato luatet tona dhe vjen në Serbi dhe fiton sërish. Një trajner mund të jetë ose i mirë ose i keq, po Silvinjo duket një mesme, a është faji Silvinjos apo mos ndoshta lojtarët e nxjerrin keq trajnerin, si më thënë. Sepse në fund fare Silvinjo ka bërë po të jetë gjë dhe me Serbinë, ëh. Loja është po ajo, ndryshimet janë po ato, vetëm se këtë herë po e ngren qiell sepse ne fituam dhe herë tjera kanë zhduar thellën tokë sepse kemi humbur. Shiko, unë Silvinjo nuk e shoh fast një skeq, unë e shoh si një kamaleon, domethënë që ai e di se çfarë ka në kokën e tij. Shiko, është e vërtet domethënë që në momentin që trajneri mbas Europianit më njëherë rinovoi kontratën për ta zgjatur për të qenë kryer kombëtares ton, nuk pati një ecuri të mirë, pati këto probleme siç thatë ju me futbollistët. Ndonjëherë shiko, kur një skuadër dhe një ekip humbet, unë nuk mendoj se përgjegjësia totale mund të bjerë mbi trajnerin. Mendoj se duhet të ndahet. Për ata që janë 50% për ata që janë në fushë dhe 50% për ata që rrinë në pankinë dhe i drejton ata. Kështu që mund të themi që jemi 50%, do me thënë të përgjegjësisë ka Silvinjo dhe 50% lojtarët dhe nuk mund të themi që ka një curi ose ka një raport keq me trajnerit me futbollistët, se në fundi trajneri me çfarë do hedhi në fushë. Këta futbollistë ka. Kështu që unë mendoj që duke parë edhe mënyrën se ti kanë shkuar këto ndeshjet e fundit me kombëtaren shqiptare, mendoj që Silvinjo e ka gjetur atë rrugën e dur, e ka gjetur rrugën e komunikimit, nuk mendoj se një futbollist mund t'i hapi probleme dhe ai, shiko, e kemi thënë shpesh, Shqipëria tani ka dhe luksin që të ketë goxha lojtar të mirë edhe në pankinë. Pra, Silvinjo ka fatin e madh si trajner që të ketë mundësi dhe të zgjedhë. Nuk është siç ka qenë më përpara kur edhe në kohën e Debiazit nuk e kishte këtë luks për shembull që ka Silvinjo sot. Që të ketë emra që ta arrijë, domethënë që t'i zëvendësoj. Pra, në kohën e Silvinjos, në kohën e tij ne mund të themi që askush nuk është i pazëvendësueshëm. Ai ka alternativat aty. Mjafton që ti shohë mirë dhe mjafton të gjej atë burin e saktë, domethënë se kush është i duri për atë ndeshje. Por unë besoj se ai ka një filozofi shumë të mirë, sepse ai studion kundërshtarin mirë dhe ai e di se çfarë i duhet atij kundërshtari. Këtë gjë mendoj se e bëri edhe në ndeshjen e fundit. Mendoj pastaj që gabimet dhe çalimet e kombëtares shqiptare me ato skuadra pra që ne kemi pasur, nuk kemi dalë fort mirë, unë mendoj që nuk është marrë fort lehtë. Nuk është marrë fort seriozisht ai kulloj kundërshtari. Pra, kështu që futbolli këtë ka. Duhet studiuar mirë, duhet parë mirë dhe nuk duhet të ndërsuar asnjë gjë, asnjë lloj talenti. Të gjithë njerëzit që kërkonin dje në fushë me Ergjin Dakun, sot po do të rrokasin vendimin e Silvinjos se hodhi prapë në fushë i se prapë Reimanaj. Realisht unë me Lindakun e prisja që nga minuta e parë. Nëse kishte një ndeshje ku i takonte, domethënë të ishte zot i asaj ndeshje, të ishte që nga minuta në sekonda e parë deri në fund ishte pikërisht Daku, për shkak të ne dim shumë mirë për shkak të historisë që ai ka edhe vuajtjeve që familja e tij ka kaluar nga lufta e Kosovës, edhe jam ndier keq një moment kur vazhdonin kohët raciste ndaj Kosovës edhe shfaqja e Kosovës në mes flamurit serb, edhe kanë qenë 2-3 media që kanë pikërisht kanë inkuadruar Dakun, edhe ishte në një gjendje domethënë mezi priste, faktikisht prisja të shifja një personazh të mërzitur, por jo, mezi priste që të shpërthente, të dilte në atë fushë edhe të bënte maksimumin. Megjithatë, edhe ai sa që i besoi Silvinjo, unë mendoj se ai djalë bëri më të mirën, e meritoi, domethënë të gjitha minutat që ai luajti ishin pozitive për të. Por edhe nga ana tjetër Reimanaj e shpërblyll besimin maksimum, përveç golit, jo vetëm goli, por edhe shumë duelet fituara me serbët mes mbrojtësave serb, ishte gjithmonë Manaj, sepse janë 3 mbrojtësa, 3 mbrojtësat e Serbisë në gjitha duelet ajrore, ishte Reimanaj që mbizotronte, dukej sikur ishte ndeshja e karrierës për të në kombëtare patjetër, por dukej sikur donte që t'i kthente borxhin apo hakun për ato penallti të humbur atje në Tiranë.
Kam përshtypjen se më shumë nga të gjitha ishte kjo e fundit, ai nuk mund ta përtypte atë penaltit humbur në Tiranë, edhe kishte menduar gjatë, domethënë se si mund ta kthente atë besimin e tifozëve, sepse ishte shumë e rëndë për tifozët ajo humbja e penaltis në Tiranë, pavarësisht se ajo ishte një ndeshje që u nda në barazim, ne nuk e humbëm atë takim, po siç u pa nga ana tifozëve u pa si humbje. Dhe Shaqtari kësaj humbje u pa gjithmonë Rejmanaj. Kështu që mendoj që ai ishte i gjithanshëm në atë ndeshje, pavarësisht se lojtarët serb bëjnë pak diferencën në lojën në ajër, e kishin të pamundur ndonjëherë mbrojtësa tanë të përballeshin me ta, por ja dolën më së miri, sidomos jo vetëm Manaj, por edhe Broja në krahun e tij ishte një lojtar i pakapshëm, domethënë në momentin që ai i vinte topin nëpër këmbë, ishte i trishte zvarr gjithë kundërshtarët serb, që për hir vërtetës mua mu duken edhe pak si të mund të themi, mu duken pak si të friksuar në momentin kur Broja u afroi, apo në momentin që pasoi drejt Brojës, ata ishin pak friksuar, e trishin gjithë vëmendjen drejt Brojës, edhe ndoshta Manaj kishte atë mundësinë të ishte pak më i lirë dhe pak më aktiv për të lëvizur atë zonën e rrepsisë, edhe për të shënuar në atë mënyrë spektakolare pastaj siç e bëri, që ishte një gol fantastik. Dhe për ta mbyllur këtë Diana, dua që të flasim pak edhe për Myrto Uzunin. Ishte befasia e vetme në formacion nga ana e Silvinjos, dhe Myrto Uzuni ka nxjerrë një prej ndeshjeve më të mira. Ka luajtur thjesht, por ka luajtur me një shpirt sakrifice të paparë. Deri në momentin e fundit, deri në minutën e fundit, duke vrapuar ai sa detyroi Silvinjon që të nxirrte Brojën dhe ta mbante prapë Myrto Uzunin në formacion, megjithëse Myrto Uzuni nuk ka qenë stili preferuar i lojtarit të Silvinjos. Po, nëse kemi tre çmime të para, se unë e përmenda pra, nëse është Manaj është njëshi, Mitaj për mua dyshi, atëherë treshi për mua në këtë ndeshje duhet ishte patjetër Myrto Uzuni, sepse kemi parë një lojë të jashtëzakonshme të tij, domethënë, një futbollist i cili nuk i mungoi në asnjë moment energjia për të vrapuar, për të mbyllur aksionet kundërshtare, për të çuar topin para, ishte jashtëzakonshëm. Realisht nuk e prisja që Silvinjo ti besonte që nga minuta e parë, sepse ishte bërë tashmë si traditë që Uzuni dhe disa futbollistë të tjerë si Hoxha luanin vetëm 15 minutat e fundit të takimit ose 10 minutat e fundit të takimit dhe nuk e prisja, por si duket edhe Silvinjo e ka parë që Uzuni është në formën e tij më të mirë, po bën më të mirë ndaj atje ku është në kampionatin amerikan, kështu që e meritonte atë vend edhe realisht ka qenë jashtëzakonshëm edhe Myrto Uzuni. Përveç Manaj, Mitaj, nuk mund të themi tani që pjesa tjetër ka qenë dobët, askush nuk ishte dobët aty. Por lojtarë të cilët spikatën pafundësisht në këtë ndeshje, domethënë ishin mendoj këta të tre. Edhe Uzuni është pjesë e këtij podiumi, domethënë ishte fantastik. Okej, Klodiana, shumë faleminderit që ishe pjesa jona. Faleminderit juve. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.